Deklaroi se u ngacmua seksualisht. Ish policia shqiptare në Boston fiton $1 milion. Një ish policia shqiptare në Boston, Angie Qirici, ka fituar $1 milion dëm shpërblim në një proces gjyqësor ku pretendoi se ishte ngacmuar seksualisht dhe diskutuar në vendin e punës. Megjithatë, juria vendosi se shkarkimi i saj nuk lidhej me ngacmimin, po me mospërmbushjen e standardeve profesionale. Qirici, një 32 vjeçare, u largua nga departamenti i policisë së Bostonit në vitin 2019 gjatë vitit të saj të provës, pas 2 incidenteve kur ajo përballë ashpër me oficerë të tjerë, përfshirë dhe mallkime nga një polic të Universitetit Northeastern. Në vitin 2021, ajo paditi departamentit duke pretenduar se u ngacmua seksualisht nga kolegët, u targetua për shkak të lidhjes së saj me një koleg policë me ngjyrë dhe se u pushua si akmarrje pas ankesës zyrtare të bërë në Komisionin kundër diskriminimit të Massachusetts. Sipas The Boston Globe, juria pranoi se Qirici kishte qenë viktime një midisi pune armiqësor, por njëkohësisht vendosi se ngacmimi nuk ishte arsyeja kryesore e shkarkimit të saj. Në korrik të 2018-s, Qirici u përplas me një oficer të Universitetit Northeastern, të cilën ofendoi pasi ai e paremëroi për parkim të gabuar. Një muaj më vonë, ajo dhe partneri i saj, oficeri Elliot Telsner, shkuan në aeroportin Logan për një çështje familjare ku Qirici u konfliktua me një oficer të sigurisë aeroportit. Pas incidentit të dytë, asaj ju hoq arma dhe u caktua në detyra zyre, ndërsa ngacmimi ndaj saj, sipas padis, u intensifikua. Në mars të vitit 2019, ajo bëri një ankesë formale për ngacmim dhe komente seksiste. 3 javë më vonë u pushua nga puna. Avokati i Qiricit, Ilir Kavaje, tha se ky rast ka të bëjë me drejtësinë dhe parazinë. Avokati i qytetit, Edward Witsell, tha se ai ishte një periudhë prove, por kjo periudhë ekziston pikërisht për të larguar oficerët problematik. Qirici, e cila punon si avokate në Boston, tha se puna në polici ishte ëndra saj, ndërsa Telsner dëshmoi ai kishte karrierën dhe ajo u tërhoq. Departamenti i policisë së Bostonit nuk ka komentuar ende mbi vendimin.